Moti i keq ka shkaktuar një seri problemesh në qarkun e Korçës, sipas informacioneve zyrtare. Situata paraqitet e menaxhueshme ndërsa në disa zona ndërhyrjet mbeten ende në proces. Në aksin Qaf-Ploç-Qukës po kryen pastrime të inerteve nga shtrati i rrugës. Qarkullimi vazhdon normalisht fal një rruge sekondare të hapur nga subjekti kontraktor. Strukturat vendore dhe ekipet e emergjencave civile kanë vjuar gjatë natës dhe mëngjesin e sotëm punimet në terren për neutralizimin e problematikave të shkaktuara nga rreshjet në territorin e qarkut Korç. Në bashkinë Kolonjë është ndërhyrë për devijimin e rrjedhës së lumit në urën e Qinamit për të shmangur rrezikun në këmbët mbajtëse. Në fshatin Starje Lagja Kaskollare janë larguar ujërat nga zonat e prekura. Punimet të tjera janë zhvilluar në Proda, në shtratin e Lumit. Shërbimi zjarfikës ka pastruar pusetën qendrore të ujit në qytetin e Ersekës. Në Maliq, gjatë orëve të para të mëngjesit ka nisur mbyllja e çarjeve në argjinaturat e lumenjve Dunavec dhe Devoll, me mbështetjen e subjekteve private dhe të Ministrisë së Mbrojtjes. Situata paraqitet e normalizuar në Pustec dhe nuk janë raportuar probleme. Në Progrër të Devollit është punuar për sistemimin e lumit në zonat me prita të dëmtuara dhe është kryer çakullimi i segmenteve rrugore të prekur nga erozioni. Në Hoçisht është ndërhyrë në sistemin e lumit të Borshit, ku për mbytyjet kishin prekur tokat bujqësore. Komisionet e verifikimit kanë evidentuar dëme në 62 familje në bashkinë Pogradec. Janë hartuar proces verbale dhe po vazhdon identifikimi i rasteve të tjera. Janë shpërndarë ndihma ushqimore për familjet e prekura. Problematika është regjistruar përgjatë lumenjve të Verdovës dhe Romenjit, si dhe Prangurores, ku po ndërhyet për menaxhimin e rrjedhjeve. Në njësinë administrative Dardas janë pastruar 4 akse rrugore tashmë të kalueshme.